Ky është një investim që ka pasur disa konflikte, por mbi të gjitha po bëhet në zonë të mbrojtur dhe nuk mund të rritet kapaciteti. Në vitin 2018, Bashkia Përmet ka refuzuar zgjerimin, pikërisht se është zonë e mbrojtur. Ndërkohë, ky ka qenë një hec ekzistues i privatizuar. Shoqëria Kenxhi është themeluar në vitin 2006 nga shtetasi Tomor Spahiu. Në shkurt 2014, kompania kalon me status pasiv dhe riaktivizohet sërish në korrik të po atij viti. Në gusht, në këtë kompani futet një ortak i ri, Novruz Çelaj, pasi Tomor Spahiu vendos t'i dhurojë 50% të aksioneve. Në maj 2015, Tomor Spahiu vendos t'i dhurojë kompanisë Kenxhi një central elektrik të ndodhur në Çarshov të Përmetit, i rivlerësuar në vlerën 3 milion lek. Sipas të dhënave publike, kompanisë Kenxhi i është refuzuar miratimi i VNM-s në vitin 2016 kur ka kërkuar të kryente investim dhe rritje kapacitetit hidrocentralit, por në shkurt 2017 i miratohet një VNM